Forca, vazhdo, nuk u lodhëm në 10, 9, 8. Na çon e kokën o. Momenti më i komentuar edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania ka qenë padyshim shpulla që Josefin Marku i dha Gjestit në momentin e largimit të tij nga shtëpia. Ky veprim tronditi si banorët brenda ashtu dhe publikun jashtë, duke u kthyer në një nga skenat më virale të sezonit. Por edhe pse kanë kaluar disa javë nga ajo ngjarje, momenti vazhdon të gjenerojë reagime në rrjetet sociale. Dhe tani Francesca Murati, ish banore Big Brother VIP 3, ka ndezur sërish komentet me një video të veçantë. Në një klip të shpërndarës së fundmi, Francesca shfaqet në një seancë stërvitje me Mario Oldashin, emër që është lakuar shpesh në media për një raport të mundshëm me Egli Takon, thashë themi që Egli ka mohuar publikisht. Por ajo që tërhoqi vëmendjen e publikut ishte një moment ku Francesca me humor e godet Marion me një shpull dhe ai reagon duke rënë në tokë, në një mënyrë që fansat e kanë krahasuar menjëherë me reagimin e Gjestit pas shpullës së Jozit. Komentet nuk kanë munguar nga ndjekësit e saj, të cilët kanë përmendur pikërisht Gjestin dhe Jozin.